Vllaznia e futsalës ka marrë një tjetër fitore me shumë vlerë në kampionat, ku Qeblu arritën të fitojë në kryeqytet ndaj Tiranës me shifra 3-2, duke treguar edhe një herë tjetër se do jenë kandidat shumë të fortë në luftën për titullin kampion. Sfida ndaj bardhebluve u luajt në Pallatin e Sportit Aslan Rusi dhe në fakt ishte një përballje shumë e fortë mes dy ekipeve, por në fund kanë qenë Kuqeblu, të cilët triumfuan me një gol më shumë se Tirana. Golat për ekipin e vllaznisë u shënuan nga Denis Çokaj, Semir Gokaj dhe i fundit nga Ari Djepaxhia. Pikërisht atëherë kur mendoi se gjithë ndeshja po mbyllej në barazim, ishte Djepaxhia i cili në sekondat e fundit të duelit shënoi golin e tretë dhe të fitores për Kuqeblut. Kështu e gjithë ndeshja u mbyll me rezultatin 3-2 në favor të skuadrës së vllaznisë, e cila merr një fitore të rëndësishme. Fitore kjo që vjen përballë skuadrës kampione në fuqi të Tiranës, që do të thotë shumë për vllaznin, e cila me performancën mjaft pozitive që po shfaq në këtë sezon, duket se është një kandidaturë serioze për fitimin e titullit kampion. Në këtë mënyrë, pas përfundimit të fazës së parë të kampionatit, vllaznia me 9 pikë të grumbulluara renditet në vendin e dytë me 3 fitore dhe 1 humbje. Pastaj ndollet vetëm Flamurtari që ka 12 pikë që kryeson renditjen, ndërkohë vllaznin e ndjekin Tirana me 6 pikë si dhe Partizani dhe Forcat Armatosura, që mbyllin renditjen me nga 0 pikë. Pas përfundimit të fazës së parë, ekipet e futsalës pritet të nisin ndeshjen për Kupën e Shqipërisë, shorti së cilës do të hidhet në mesjavë.